Janë emrat e kandidatë, janë futbollistë për momentin, po. Zgjidhni njëri prej tyre. Çka futbollist? Ju e dini. Unë do ato kandidatë për bashkit. Mirë, këta si kemi tash? Zgjidhni kush mendon që është Messi? Kush është Messi? Ja po marr Messi. Konfirmo votin. Po. Je i sigurt? E lexon? Lexoj shumë. Okej. Çfarë kërkosh tash? Që e ka një mrekulli e vërtet. E si është, s'ka ku të vema. Je dakord, mund ta konfirmosh. Jemi dakord. Ja ku e ke. Konfirmo. Se pash. Tash voto për partitë. Argentina, Franca. Se ti pse se ka vënë Gjermani, po nuk e di. Anglezët, Brazil. Ajo Argentina jon ku, e dyta? Ja. Franca. Ke votu Francën? Po. Francez. Shoh. Shikoj. Jo. Është To Po votën? konfirmo. Shumë e thjeshtë. Përshëndetje. Atëherë qytetari pasi të kryejë gjithë procesin e verifikimit dhe identifikimit të tij, nga ana e kryekomisionerit shtypet butoni për të hapur procesin e votimit. Qytetari vendoset përballë pajisjes elektronike, shtyp kandidatin të cilin ai dëshiron për kryetar bashkie, jep konfirmo votën, konfirmo përsëri dhe më pas shfaqet lista për këshillin bashkiak me të gjithë partitë, shtyp atë që preferon, jep printo votën, konfirmo dhe këtu qytetari ka mbaruar me pjesën e votimit. Në këtë pajisje këtu ndodh printimi i votës dhe rënja direkte në kutinë e votimit.